mason nuk lind. Mason t'i bëhesh. Mason duhet të jetë një burr. E them burr për arsye sepse deri në vitet 1800, fillim viteve 1800, masoneria ka pasur lozha mikse, ku ishin dhe meshkuj dhe femra, por gjatë periudhave më të errta të njerëzimit, gjatë torturave që i bëheshin femrave masone kur kapeshin nga pushtetet totalitare gjakatare, ishin më të ndjeshme dhe më fragjile, po që janë më të dobta sigurisht për vetë konstruktin si e ka krijuar nëna natyrë, dhe kur kërkoj të nxirrit një sekretin masonik. Duhet të jesh mbi 21 vjeç, të trokasësh në masoneri, të kalosh filtrin e masonerisë dhe të pranohesh në masoneri mbas shumë po them filtrash edhe shumë verifikimesh etj ti bësh pjesë e masonerisë. Po është një gjë që kur ti ke një prejardhje, po them pra antar të familjes time, këtu e 200 vjet përpara flasë, dhe nuk bëhet fjalë për vendin ton, por në vende të tjera të botës kanë qenë pjesë e masonerisë, dhe kjo sigurisht të ndihmon në momentin që ti troket në masoneri, por patjetër që ti përsëri kalon në të njëjtin filtr.